Zonja Xhixho, kryeministri deklaroi gjatë podcastit të së dielës se Balluku e përplasi me BE-n dhe se SPAK e ktheu në deljen e zezë të Europës. Ju si i lexuat deklaratat e tij? Ajo që ndodhi në parlament në seancën e shkuar, në fakt ishte një rast i paprecedent, sepse më duhet qarë për gjithë qytetarët shqiptar, parlamenti pas kërkesës prej 2 muajsh të prokurorisë speciale, jo vetëm që nuk e kishte futur në shqyrtim këtë kërkesë, po të vetmen gjë që duhet të bënte ishte të shikte në qoftë se në rastin konkret kishte përgjegjje politike apo jo. Sikundur u pranua edhe në mbledhjen e Këshillit Mandateve nga prokurorët, por edhe nga avokatët e zonës Balluku, absolutisht që këtu është vetëm një çështje ligjore dhe nuk ishte përndjekje politike. Dhe në këtë moment, jo vetëm që nuk u dha drita jeshile drejtësisë, jo vetëm që majoranca zgjodhi të bëjë një zyrë avokatie për zonjën Balluku, por me ato 83 mandate, në fakt u dha një dam shumë të rëndë edhe procesit i integrimit evropian. Kemi parasysh deklaratat e europarlamentarit David McAllister para disa javësh apo europarlamentarëve tjerë, gjithashtu nga Bruxelli është në qartë që jo vetëm që parlamenti duhet procedonte pa të vonuar në heqjen e imunitetit ndaj zonjës Balluku, por se ky nga ana tjetër ishte një test për procesin e integrimit evropian dhe për luftën ndaj korrupsionit. Këtë test fatkeqësisht Shqipëria nuk e kaloi me bllokimin që u bë pikërisht heqjes së imunitetit ndaj zonjës Balluku, duke cënuar mjaft të rënd, jo thjesht pengimin e drejtësisë, por tashmë pengohet edhe procesi integrimit evropian, pasi më duhet të sqaroj që kapitulli i parë që hapet për negociatat është pikërisht kapitulli i themelorave, që parashikon shtetin e së drejtës, parashikon drejtat e njeriut, gjithashtu zgjedhjet e ndershme dhe është kapitulli i cili mbyllet i fundit dhe pikërisht sepse zbatimi i ligjit, barazia përpara ligjit është shumë e rëndësishme, është pikërisht ky grup kapitulli i cili mbyllet në fund. Me këtë vendimarrje të kryeministrit që në fakt jemi gjithë qartë që nuk është thjesht një çështje Balluku, por është çështja Rama. Pra ai është urdhëruesi i gjitha aferave korruptive që kanë ndodhur në këtë vend, por nga ana tjetër doli dhe rrah fasada e kryeministrit dhe kësaj magjorance që ishin flamutar të reformës në drejtësi, por që praktikisht sankcionuar një vetëm që në Shqipëri nuk ka barazi para ligjit, pasi është kryeministër që për 13 vite burgosi qytetar për dritat elektrike, që faturën e dritës elektrike që nuk paguaj, apo ishte ky kryeministër që sankcionoi përpara disa muajsh që edhe për parkimin dysh do të kishte burg, apo persona të tjerë qytetar që për një ndërtim pa leje apo për një ndërtim brenda banese janë burgosur, ndërkohë që kur vjen puna për zyrtar të lartë dhe për persona afër kryeministrit, qeveritar, jo vetëm që nuk ka burg, por parlamenti përdoret si një bunker juridik pikërisht për të mos lejuar drejtësi në vijimin e hetimeve të saj, sepse do duhet kemi parasysh që fakti që kjo majorancë zgjodhi të bëj për herë të parë në sensin e një zyrtari të lartë imuniteti tashmë nuk u dha, por nga ana tjetër tregoj mjaft qartë që edhe me amendimet e kodit procedurës penale që kanë ardhur tashmë në parlament, synohet që të hiqet mundësia e pezullimit ndaj kryeministrit, ndaj çdo zyrtari të lartë, ndaj qeverisë në momentin që kjo kërkohet nga institucionet e drejtësisë si një vendimarrje tjetër që padyshim cënon shtetin e së drejtës dhe procesin e integrimit evropian. A u shpalli Rama luftë ndërkombëtarëve dhe sa të rrezikuar jemi ne me procesin e integrimit në BE? Padyshim që reagimet e ndërkombëtarëve kanë qenë
përpara, gjatë gjithë këtyre muajve, kanë qenë shumë të qarta, mesazhet e tyre kanë qenë shumë të drejtë për drejta ndaj qeverisë, për të mos pasur imunitet apo buroj politike çdo zyrtar, dhe para seancës plenare, mos harroni, ambasada britanike dha një mesazh shumë të qartë për këtë çështje, por më pas edhe ambasada gjermane, Bashkimi Evropian, pikërisht për faktin sepse në momentin që ti do të integrohesh në Bashkimin Evropian ka disa vlera që nuk i negocion. Dhe ato janë të respektimit të ligjit, të barazisë përpara ligjit, të respektimit të drejtave të njeriut, të pavarësisë të gjyqësorit dhe absolutisht këto janë vlera të cilat nuk mund të negociohen. Dhe ky moment mos harrojmë që vjen paralelisht me një botim që bëri kryeministri Rama dhe presidenti Vučić në një gazetë gjermane, ku flisnin për një qasje të re që duhet kenë vendet tona për sa i përket procesit të integrimit evropian, duke e parë se thjesht një integrim ekonomik apo të zonës Schengen dhe jo integrim të plot antarësimi. Dhe kemi parasysh që ky artikull në fakt dhe kjo alternativë që ofron Shqipëria me një shtet i cili ka njohur ende Kosovën dhe dim shumë mirë se si Serbia në fakt interesat e kujt mbron në rajon, dhe vjen kjo një qasje e cila absolutisht nuk ka të bëjë me procesin e integrimit evropian, pasi para së gjithash procesi i integrimit evropian është një rend vlerash, të cilat fillojnë absolutisht nga zgjedhjet e tjera të ndershme, nga pavarësia dhe forcimi i institucioneve, forcimi i demokracisë e tjera me radhë, dhe duke dhënë këtë alternativë këta të dy autokratë, sepse pyetja është se çfarë i bashkon këta autokratë, absolutisht në interesi tyre personal, sepse interes kombëtar nuk ka. Interesi i Shqipërisë është për të integruar në standarde. Qytetarët shqiptar kërkojnë që standardet me të cilat jetojnë bashkëqytetarët e tyre në Europë, ato të jenë çdo fushë, në shtetinë, në arsim, në të drejtat e njeriut, në mundësi pune, në meritokraci, në konkurrencë ndershme e të gjitha me radhë, ndërkohë që alternativa që ofrohet është që ne të jemi një periferi, një vend dytësor në procesin e integrimit evropian, dhe kjo është e papranueshme. Pra ndodhin pikërisht këto dy ngjarje, qoftë bllokimi i imunitetit dhe hetimit ndaj zyrtarëve të lartë, qoftë një alternativë që jep zoti Rama me presidentin Vučić për një qasje absolutisht në kundërshtim me çdo histori suksesi që ka pasur procesi i integrimit evropian në gjithë vendet të cilat janë antarësuar, të cilat kanë pasur fushë, dhe vetmja rrugë për të pasur sukses në antarësim është bërja e reformave. Reforma të rëndësishme në të gjitha fushat, por kuptohet qartë që këto dy momente hoqën masën dhe treguan fare qartë që interesi i kësaj qeverie nuk është procesi i integrimit evropian absolutisht, por janë interesat e tyre personale dhe vetjake. Zonja Xhixho, nga kampi i bluve, Berisha deklaroi sot se Rama po e nxjerr vendin nga integrimi në BE dhe po e rreshton krah Vučićit. Ju si e mendoni? Absolutisht e mbështes, edhe në gjithë analizën time që kam publikuar dhe sot është në të njëjtën qasje, sepse gjitha këto vendimarrje janë vendimarrje anti-shqiptare që nuk i shërbejnë absolutisht kombit ton, vendit ton dhe aspiratës gjithë shqiptarëve për të qenë antarë me drejta të plota dhe me standarde europiane në Bashkimin Evropian, edhe pse u parlajmërua kryeministri, edhe pse ambasadat dhe faktorët ndërkombëtar kanë artikuluar mjaft qartë faktin që pasja një drejtësie të pavarur dhe mos pasja një mburoje politike, por nga ana tjetër dhe fakti që ka vetëm një rrugë, ajo e procesit integrimit evropian që fillon nga reformat, fillon nga zgjedhjet e lira dhe të ndershme, dhe fakti që
politika në fund të ditët është vendimmarrje. Ti mund të kesh retorik, siç pati këto 13 vite kryeministri duke deklaruar se ne nuk do të bëhemi kur një zyrë avokatije për çdo deputet apo çdo ministër që prokuroria speciale do të kërkojë heqjen e imunitetit. Kemi dëgjuar për gjithë faktorët dhe gjithë protagonistët e Partisë Socialiste që e kanë deklaruar ndër vite këtë edhe nga asamblet e Partisë Socialiste, por në fakt rezultoi komplet e kundërta me momentin kur një dosje e tillë korrupsioni, por jo vetëm ajo e Denis Llogarat apo e gjashloteve të natës, por nga ana tjetër dhe ajo e Arshit, që është një tjetër mega afer ku absolutisht është i përfshirë kryeministri dhe përgjigjja është fare e thjeshtë, sepse tani nuk kemi thjesht çështje që hetohen ndaj zyrtarëve të ndryshëm, sepse kuptohet që kryeministri është i përfshirë në gjitha këto afera dhe absolutisht që kjo qeveri ka humbur çdo legitimitet dhe çdo mundësi për të qeverisur këtë vend. Ajo praktikisht ka rënë moralisht dhe absolutisht fakti tjetër që në një moment të tillë kemi një deklaratë me presidentin e Serbisë, pikërisht për të pasur një integrim apo një rrugë të dytë të vendit tonë për të antarësuar në Bashkimin Evropian, duke pranuar qartë që Shqipëria nuk është gati për të antarësuar, nuk plotson kushtet për të antarësuar në gjithë këtë union aq të dëshiruar nga gjithë shqiptarët. Sa i takon rritjes së çmimit të naftës, Rama tha se shteti do të ngrejë një task force. Çfarë mendoni për nismën e kryeministrit? Në fakt, ne si Partia e Lirisë kemi tashmë depozituar një projekt ligj për uljen e çmimit të karburantëve. Duhet të kujtoj kryeministrin, i cili bën teori për borde të dështuara, që fakti që ne kemi një çmim nafte që po shkon rreth 200 lekë të reja për litër, fakt është që 60% e këtij çmimi janë taksat. Pra janë taksat ato që rëndojnë dhe bëjnë këtë çmim dy fish më të lartë se rajoni dhe nga çmimet më të larta në Bashkimin Evropian për sa i përket naftës dhe karburantëve. Nga ana tjetër do duhet t'ju kujtoj vetëm dy momente, po marr vetëm taksën e qarkullimit, pra ne për mirëmbajtjen e rrugëve për gjithë qytetarët duhet kuptojnë që ne paguajmë dy taksa, dy herë për mirëmbajtjen e rrugëve. Pra një herë për kolaudimin që i bëjmë makinës një herë në vit, dhe paguajmë 70.000 lekë në vit, dhe nga ana tjetër taksën e qarkullimit që ne paguajmë në çdo litër naftë. Dhe vetëm nga këto dy taksa, pra vetëm për mirëmbajtjen e rrugëve, ne diku shkojmë tek 300 milion euro në vit taksa dhe të ardhura që i çojnë direkt buxhetit shtetit. Nga këto të ardhura, vetëm 50 milion euro shpenzohen për mirëmbajtjen e rrugëve, që të gjithë e dimë se çfarë katastrofe dhe në çfarë gjendje të mjerueshme janë, mjaftojmë kujtojmë izolimin që u bë Juglindjes me rënjen e fundit të rrugëve, rënimin e tyre, që nuk ishte as pak nga fatkesit natyrore, por pjesë e korrupsionit qeveritar, për të kuptuar që këto taksa që ne paguajmë jo vetëm që nuk shpenzohen nga qeveria për mirëmbajtjen e rrugëve, por ne paguajmë dy herë taksa. Mos harrojmë një gjë tjetër për qytetarët. Momentin që rritet çmimi i naftës, rritet edhe të ardhurat që ka buxheti për shkak të rritjes së TVSH, 20%. Pra çmimi rritet dhe TVSH-ja, pra arkëton më shumë shteti për shkak të rritjes së çmimit të naftës, ndërkohë që qytetarët jo vetëm varfërohen, por kanë një kosto shumë të lartë jetese. Por duhet kuptojmë që rritja e naftës ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë në gjithë produktet ushqimore tona. Pra duke filluar nga buka, nga vaj, nga mielli dhe nga çdo produkt tjetër, afektohet në mënyrë të drejtë për drejtë transporti publik gjithashtu e gjitha me radhë. Dhe në këtë moment, vendet e rajonit, por edhe të Europës kanë marrë disa alternativa. Disa kanë ulur taksat, si kundër dhe sugjerojmë ne. Ne sugjerojmë që të pezullohet taksa e qarkullimit dhe taksa e karbonit për një afat deri në 2028, por që legjislatori është aty për ta vendosur edhe më shumë vite, apo si një maks emergjente e quajmë ne,
që të ndikojë drejt për së drejti këtë qytetarë. Mund të jetë opsioni për t'i hequr fare këto taksa, sepse ky produkt është shumë i rëndësishëm për qytetarët. Vendet të tjera të rajonit kanë menduar politika të tilla siç kemi propozuar ne si Partia e Lirisë, kanë propozuar që të ketë një limit dhe mos ketë rritje të karburantit tej një mase të saktuar, apo nuk marrin shpikërisht përfitimet e TVSH-s apo të taksave të tilla, ndërkohë që qeveria jonë nuk ka bërë asgjë. Ndërkohë që absolutisht është e pranuar tashmë që këtu kemi një përqendrim të këtij sektori në duart e disa njerëzve që vendosin çmimet dhe çdo gjë tjetër, por nga ana tjetër mungesa e kontrollit dhe çfarë flitet që kjo qeveri pranon që janë taksat ato që rëndojnë dhe kryen të çmim shumë të lartë për qytetarët, nga ana tjetër nuk ka asnjë mas, por i vetmi retorikë që thuhet është po e monitorojmë dhe kur të rriten mjaftueshëm çmimi i naftës, ne do të ndërhyjmë. Pyetja është kur mendon qeveria se është mjaftueshëm rritja e çmimit naftës, ndërkohë që qytetarët përballen me një krizë shumë të rëndë ekonomike, ku vetëm të ardhurat e tyre, vetëm për ushqim nga buxheti familjar shkon 55% e këtij buxheti. Pra jemi në një krizë shumë të thellë ekonomike dhe asnjë mas nuk merret. Një ditë më parë ju reaguat për rritjen e çmimit të naftës gjatë ditëve të fundit në Shqipëri pas nisjes së luftës në Iran. Ndërkaq që partia juaj doli sot me një deklaratë për media, gjatë së cilës kërkoi reagim për çmimin e naftës për të miratuar kështu projektligjin për pezullimin e taksës së qarkullimit dhe të karbonit. Po, absolutisht ne kemi reaguar që në krye të herës, që në momentin që pat një afektim të tregut vendas nga lufta në lindjen e mesme, në mënyrë abuzive, quam një projekt ligj i cili nuk është thjesht projekt ligj i Partisë së Lirisë, por është një zë i shoqërisë civile, është një projekt ligj të cilin ne kemi propozuar dhe mandatin e kaluar gjatë luftës dhe agresionit rus në Ukrainë, ku patëm një rritje të çmimesh në mënyrë të menjëhershme dhe nuk patëm reagim nga ana e qeverisë, dhe absolutisht që ne kërkojmë që ky propozim që ne kemi çuar në parlament të kalojë me procedurë të përshpejtuar, pasi mungesa e kontrollit dhe rritja e çmimit që po ndodh ditës po afekton dhe po rrezikon të prek të gjitha produktet ushqimore në çdo tryezë të qytetarëve më të varfër në Europë. Kemi quajtur një moment testi për të gjithë deputetët, sepse ai parlament më së pari do duhet flasë për interesat e qytetarëve dhe ky është një projekt ligj i cili nuk ka asnjë ngjyrë politike, po përkundrazi ka vetëm interesin e qytetarëve. Në qoftë se legjislatori apo majoranca mendon ndonjë mas tjetër apo mund shtojmë ndonjë taks tjetër për ta pezulluar apo për ta hequr, kjo ngelet në varësi të legjislatorit, por ne duhet marrim një vendim. Ne duhet ta shqyrtojmë këtë projekt ligj dhe qeveria do duhet marrë disa masa. Nuk mundet kryeministri apo qeveria të dalë të pranojë që taksat të rëndojnë çmimin e naftës dhe të thotë që ne do të ngrojmë një agjenci shtetërore apo ne do të kemi një zgjidhje të tillë apo monitorim, ndërkohë që realiteti tregon që ndër vite ne kemi çmimin më të lartë të naftës. Dhe këtu po ju krahasoj vetëm Maqedoninë e Veriut dhe Kosovën, të cilët kanë sot që flasin çmim më të ulët të naftës se ne. Domethënë nëse Maqedonia e Veriut e ka 1.27 euro për litër, 1.17 e ka Kosova për litër, ndërkohë që ne po arrim në 2 euro për litër dhe nuk ka asnjë reagim, përkundrazi, një neglizhencë dhe vazhdojmë me fjali të tilla si ne po i monitorojmë, por që në fakt nuk ka asnjë veprim dhe vendim zyrtar. Ndaj që mundësia e legjislatorit nëpërmjet iniciativës që ne kemi çuar në parlament është një mundësi shumë e mirë për ta adresuar dhe për të folur për atë që është shqetësimi më i madh i qytetarëve sot, që është pikërisht çmimi i naftës. Zonja Xhixho, shumë faleminderit për kohën edhe përgjigjet tuaja. Faleminderit juve, kënaqësi gjithmonë. Mirupafshim. Mirupafshim.